rikthyer në këtë transmetim të drejt për të ndalur tek një ngjarje në fakt e orëve të fundit shumë e diskutuar. Le të themi faktikisht Sali Berisha duhet paraqitet tashmë në SPAK për të dëshmuar, për të folur pikërisht për ngjarjen e rënë të 21 janarit ku 4 qytetarë protestues u qelluan nga plumbat e Gardës së Republikës. Pikërisht për këtë çështje ne do të flasim mëngjesin e sotëm me ish prokurorin Ervin Karandxa, i cili natë ka patur në dorë le të themi dosjen e 21 janarit. Faleminderit shumë që jeni mëngjesin e sotëm këtu. Mirëmëngjes, mirëserdhje. Një perceptim të përgjithshëm, si e keni parë ju këtë vendim të SPAK-ut në këtë moment për të marrë dhe për të diskutuar pikërisht dosjen e 21 janarit me Sali Berishën? Po të kemi parasysh, çështja sot tek SPAK-u ka ardhur si pasojë një vendimi të gjykatës së lartë që përcakton prokurorin kompetent për të hetuar këtë çështje që në rastin konkret të SPAK-ut. Është një veprim jo për fajt SPAK-ut, është një veprim shumë i vënuar, se në vetvete po të mendosh që të pyetet dëshmitari mas 15 vjetësh, ose person që tregon rrethanat e hetimit. Pra është një veprim shumë i vënuar dhe tregon shkeljet procedurale të bëra në kohën e ndodhjes ngjarjes. Ky fakt është konstatuar nga gjykata e Strasburgut dhe gjykata e lartë, kompetente për të hetuar dhe për të verifikuar zyrtarët e lartë në atë kohë ka qenë prokuria e përgjithshme. Dhe ish prokurore e përgjithshme Ina Rama nuk ka ushtruar ndjekjen penale sipas kodit procedurës penale, sepse çështja duhet ishte regjistruar në prokurit përgjithshme, nuk është regjistruar dhe këto janë si pasojë e vonesave. Tani dalin tek SPAK-u. Po merren shumë, po kryen shumë veprime hetimore. Është pyetur ish ministri i Brendshëm i asaj kohe që ka qenë Lulzim Basha, është pyetur, po pyetet sot, domethënë diskutohet marrja njoftim apo jo, por Berisha tha vetë që unë do paraqitem, domethënë. Pavarësisht se domethënë me marrjen e njoftimit do paraqitem, nuk kam plan domethënë që të shmangem. Janë marrë dhe shumë prova të tjera, dhe janë pyetur persona që kanë qenë persona të pjesëtarë të forcave të policisë, si qeni në djeni, dhe gazetari Artan Hoxha ka paraqitur një audio përgjim ku është përgjuar radio e komandantit Gardës. Është paraqitur me cilësinë, është paraqitur një provë, nga ana e Artan Hoxha. Dhe pritet që të ketë zhvillimet e reja nga ky audio përgjim? Pra pritet që të zbulohet diçka mbi urdhrin që ka dhënë për qelluar? Audio përgjim ka komunikimet midis komandantit Gardës dhe grupit zjarrit, që janë me emrat, po të keni parasysh se përgjimi është bërë dhe publik. Tani gjatë hetimit do dali dhe burimi provës, si është marrë, çysh është marrë, sepse provat merren gjithmonë sipas formës parashikuar nga ligji. Pra duhet marrë një burim dhe burimet anonime, për shembull, domethënë është prokurori që i shmon, quhen prova se edhe me ndryshimet e fundit quhen provë atipike. Pra duhet shohim dhe provat e tjera që të lidhet me provat e tjera. Pra ky është të theksojmë është komunikimi komandantit Gardës me antarët e grupit zjarrit, i cili do të çmohet nga grupi hetimor, nga prokurori. Domethënë që kemi njësër veprimesh që po kryejm, po të kemi parasysh, një është punë e përgjimit, janë dhe veprime tjera që janë ashtu. Kjo është paka shumë ta bërë. E kishte, le të themi, mundësinë apo i takonte Berishës në atë kohë që t'jepte urdhra tek punonjësit e Gardës për të qelluar? Se kjo ka qenë një nga pikpyetjet dhe një nga pikat që është diskutuar më së shumti. Nga çka kemi parë në media, Berisha, domethënë, deklarimi i tij thotë nuk kam dhënë urdhër, thotë, s'kam unë vetë. Ndërkohë, nga pikpamja formale, sepse Garda funksiononte mbi bazën e ligjit të kohës, sepse tash është ndryshuar ligji për Gardën. Ka qenë, po të kemi parasysh, ka qenë ligji i vitit 2003 për funksionimin e Gardës dhe në nenin 9 të këtij ligji parashikohej në mënyrë të qartë që ministri i Brendshëm ka varësi direkte nga, domethënë, komandanti i Gardës ka varësi direkte nga ministri i Brendshëm, që në atë kohë kanë qenë në tarracën e kryeministrisë. Domethënë, tashi e ka ushtru këtë kompetencë, nuk e ka ushtru, pra e ka bërë, ka kryer një mosveprim se duhet ta ushtronte. Kjo është çështje që i takon hetimit. Kjo është pak a shumë si strukturë vertikale. Duhet provohet, gjithçka duhet provohet, domethënë, sepse jemi në kuadrin e provueshmërisë, po nga pikpamja ligjore, nga pikpamja formale, neni 9 i ligjit, po ta keni parasysh, tregon varësinë. Komandanti i Gardës merret me sigurinë dhe raporton dhe ka varësi direkte nga ministri i Brendshëm.
Mbetet për të parë në fakt nëse Berisha do të paraqitet apo jo, sepse vazhdimisht ai ka hedhur akuza ndaj prokurorëve, ka mohuar fletëthirrje. Megjithatë, do të lidhem pak me gazetarin Esido Barkaj, sepse me sa dihesh në orën 10 e parashikuar, le të themi që ai të paraqitet në prokurori, po gjithsesi do të na jap detajet Esido. Esido, të përshëndesim sërish. Ne e tham pak më parë, pra që është thirrur Berisha, janë dërguar fletëthirrjet në 3 adresa në Mosgaboj, apo jo? Në orën 10 është parashikuar që të shkojë, dhe nëse do të ketë, le të themi, një paraqitje të Berishës, sepse ndoshta edhe nuk shkon sipas deklaratave që ka bërë, nuk i dihet, apo jo? Po, përshëndetje sërish. Në fakt, Sali Berisha është thirrur nga prokuroria e posaçme për të paraqitur ditën e sotme në orën 10 në ambientet e SPAK për të marrë në pyetje si person që ka djenim mbi rrethanat e krimit shtetëror tashmë të konsideruar dhe nga gjykata e Strasburgut për 21 janarin, ku u vran 4 protestues nga Garda e Republikës që qëndruan nga brenda kryeministrisë, duke lënë të vdekur 4 protestues të Partisë Socialiste në atë kohë, të cilët ishin kundër qeverisë drejtuar së kohë nga Sali Berisha. Në fakt, kjo është thirrja e dytë drejtuar për ish kryeministrin Sali Berisha. Kujtojmë se SPAK i ka dërguar një fletëthirrje me datën 3 nëntor, por për shkak se kjo fletëthirrje nuk u hap dhe u kthye sërish mbrapsht nga posta në ambientet e prokurorisë së posaçme, një shkresë në fakt e pahapur, u detyrua që prokuroria e posaçme për prokurori i çështjes Alfred Çeu të dërgojë një shkresë të dytë në 3 adresa të ndryshme, adresat zyrtare të ish kryeministrit Sali Berisha, në banesën e tij, në selinë e Kuvendit, por dhe në selinë e Partisë Demokratike, në mënyrë pra që të kemi ditën e sotme Sali Berishën prezent për të marrë në pyetje në kuadër të hetimeve të nisura tashme nga SPAK. Nuk dihet nëse Sali Berisha ende do të jetë apo jo në ambientet e prokurorisë së posaçme. Kuptohet se arena politike, le të themi, ka surpriza. Megjithatë, gjatë deklaratës së dieshme, Berisha tha se nuk është thirrur zyrtarisht nga prokuroria e posaçme, edhe pse në fakt ne disponojmë shkresën që SPAK i ka dërguar zotit Berisha në të 3 adresa të ndryshme, kur specifikohet konkretisht se ai është thirrur si person e djenim mbi hetimet e dosjes së 20 janarit. Megjithatë, Berisha ka thënë që do t'i përgjigjet pozitivisht në qoftë se ai do të thirret zyrtarisht. Pra, këtu kemi një ngërsh, le të themi, ndërkohë që mediat disponojnë thirrjen drejtuar zotit Sali Berisha, ky i fundit mohon të ketë marrë një thirrje të tillë. Ngelet për të parë nëse Sali Berisha do të vijë sot ditën e sotme apo jo. Megjithatë, të paktën bëri me shpresë që Berisha sot do të jetë prezent në prokurorinë e posaçme. Berisha në fakt vjen pak ditë pas paraqitjes së Lulzim Bashës në kuadrin e ish ministrit të brendshëm në kohën kur ndodhi dhe tragjedia me vrasjen e 4 protestuesve. Në fakt, Basha nuk pranoi të jap detaje në lidhje me marrjen në pyetje për të paktën 90 minutash në ambientet e prokurorisë së posaçme për 20 janarin. Ai tha se do të ruajë sekretin hetimor. Kjo ngelet për të parë në vijim të hetimeve. Ditët në vijim pritet gjithashtu që të jenë dhe zyrtar dhe ish zyrtar të tjerë ndjes të thirrur në prokurorinë e posaçme, si ish presidenti i vendit Bamir Topi, por dhe drejtues të Gardës. Sfidës pak është për të provuar se kush qelloi dhe mbi gjitha kush dha urdhërin për të qelluar drejtuar me skumbetën të vrarë 4 persona. Ishte këmbgulja e njërit prej viktimave, në fakt vrasje mbetur ende pa autor Alex Nikës, të cilët këmbgulen. Ato patën, le të themi, një peripeci të gjatë ligjore, pasi këmbgulen disa herë që dosja të hetohet nga prokuroria e posaçme. SPAK në fakt shpalli disa herë mos kompetencën, duke ja lënë në duart të prokurorisë së Tiranës për shkak se nuk provon ose nuk lidhen veprat penale për ato që është kompetente që të hetohen nga SPAK. Gjithashtu prokuroria e Tiranës në fakt ka patur një ecejake të gjatë me policinë e Tiranës, pra dy institucionet nuk ishin në gjendje për të gjetur prova ose për të thellëuar këto hetime, duke bërë që familjarit e viktimës mbetur pa autor Alex Nikës, duke u drejtuar gjykatës së Strasburgut, një vendim historik i cili e konsideroi një krim shtetëror dhe duhet hetohet nga organet më të larta të hetimit në Shqipëri. Me pas ishte gjykata lart që foli dhe urdhëroi ndjes prokurorinë e posaçme për të nisur me njëherë hetimet. Si dhe megjithatë, procedimi penal në Mosgaboj ka nisur që në korrik të vitit 2024. Nëse ne i referohemi edhe rastit të Nikës apo edhe personave të tjerë cilët mbetën të vrarë në protestë, pse pikërisht në këtë moment është thirrur në SPAK Berisha, të paktën në dijenin tënd dhe si është artikuluar kjo, dhe nuk e di sa akuza mund të rëndojnë, le të themi, në këtë procedim penal?
Në fakt, dosja e 20 janarit konsiderohet si një nga dosjet më të nxehta dhe më të vështira ku do të sprovoj dhe punën e prokurisë së posaçme, jo vetëm për faktin që kemi të bëjmë me vrasjen e 4 protestuesve, ku le të themi në shënjesër të hetimit janë pikërisht drejtuesit më të lartë që kanë drejtuar vendin ish kryeministri dhe ish ministri i Brendshëm. Dosja është regjistruar për të 3 vepra penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese në bashkëpunim, shpërdorim detyruar dhe pengim të zbulimit të së vërtetës. Ashtu si tha edhe më herë zoti Karanja, është e vështirë sepse kanë kaluar të paktën në 21 janar bën 15 vite nga ngjarja e rëndë dhe është më e vështirë për të gjetur prova sa i takon zbulimit të vërtetës nga prokuroria e posaçme për shkak të viteve që kanë kaluar dhe mungesës së provave nëse mund të gjenden në këto kushte apo jo. Sa i takon më tepër bashkëpunimit, kjo ngelet për të parë se sa bashkëpunues do të jenë dhe personat të cilën do të merren në pyetje, ngelet sfidë për SPAK-un pikërisht për zbulimin e audiopërgjimit të dorëzuar të paktën edhe nga familjarët e njërit për viktimave, se kush e dha urdhërin, por nga ana tjetër ngelet për të parë ecuria e hetimeve. Dosja është regjistruar që në vitin e kaluar në Korrik, kanë kaluar më shumë se një vit në fakt, por për shkak të densitetit të lartë të hetimeve dhe veprimeve që janë mbledhur nga prokuroria e Tiranës, ka dashur një kohë më të gjatë për prokurorinë e Tiranës për ndjes për SPAK-un që të mbledh prova dhe më pas të nis marrjen e pyetje të personave të cilët dyshohet se kanë ndjenim mbi rrethanat e ngjarjes. Si do faleminderit shumë për këtë raportim të drejtë për drejtë. Mirë, kemi qenë me gazetarin e Sido Barka, i cili na ka bërë një përmbledhje të rastit. Përmendi edhe faktin që vetëm pak ditë më parë Basha u paraqit në SPAK, por ai nuk dha asnjë detaj. Në gjykimin tuaj, sa mund të ndikojë, le të themi, ajo çfarë ka dëshmuar si ish ministri i Brendshëm në ato kohë, le të themi Basha kundrejt Berishës në ato çfarë rëndon tashmë si çështje. Basha vetë nuk dha në një deklaratë, kuptimin para mediave. Ai ka qenë me pozicionin e ministrit Brendshëm dhe tash po shikoj edhe ligjin. Ligji neni 9 është i qartë. Komandanti i gardës është përgjegjës para ministrit të Brendshëm për përgatitjen dhe gatishmërinë efektive të gardës për realizimin e misionit saj. Dhe në rastin konkret garda ka pas një mision dhe pra siç ta thash më parë, ka pasur përgjegjësi direkte komandanti tek ministri i Brendshëm. Dhe misioni i komandantit ka qenë ruajtja e kryeministrisë, institucionit shtetëror, si mas rregullat parashikuar në ligj, sepse dhe institucionet shtetërore mbrohen me rregulla, ka rregulla si mbrohen, duke respektuar jetën, shëndetin e qytetarëve, por gjithmonë, domethënë, duke parë parimin e proporcionalitetit midis sulmit dhe reagimit. Tani në rastin konkret ka pasur kapërcim nga ana e forcave të gardës, siç dihet, domethënë kemi një kapërcim, pra është e vërtetë. Tejkalim të kompetencave. Një tejkalim të kompetencave, pra nuk kemi një proporcionalitet. Pra domethënë që është qelluar dhe është qelluar në moment që turma ka qenë edhe nga pamjet filmike, ka qenë sprak, kemi një shkelje. Po, ligji ndjes, ligji parashikon me sa duket që e gjithë përgjegjësia binte mbi Bashën, më shumë se sa mbi Berishën? Tani, ana formale, tashi Basha e ka ushtruar këtë kompetencë apo jo? Duhet parë. Po. E ka se me ligje ka, për shembull po e marrim si këtu, për shembull ke një person që drejton emisionin, ka dalë një ditë tjetër, ka dalë tjetër, por realisht me rregullore është personi dhe përgjegjësia formale ligjore, se kemi një ligj që është i zbatuar për gjithë. E ka ushtruar këtë kompetencë apo se ka ushtruar? Sepse na ka lindur dhe një diçka, mund të them, dyshim, sepse Lulzim Basha ka qenë i pandehur te çështja Durrës Kukës, po të keni parasysh. Segmenti Rreshen Kalimash është ngritur akuzë nga prokuroria dhe çështja është pushuar për shkelje të rënda procedurale në kufit e veprës penale nga ana e prokurorisë. Pra është lënë hetimi jashtë afatit hetimor dhe çështja për çështjen Durrës Kukës është pushuar për shkaqe procedurale për shkak të prokurorisë. E njëjta gjë tash Lul Basha këtu prapë për shkaqe procedurale nuk është pyetur se duhet ishte pyet para 15 vjetësh. Pra e ke ushtruar këtë kompetencë apo jo? Po ka diçka interesante në këtë rast, duke qenë se gjatë kohës që ka qenë ministri i Brendshëm, ka qenë pozitë dhe zoti Berisha ka qenë kryeministër, mendimet e tyre kanë qenë një gjatësi vale dhe ndoshta deklaratat e asaj kohe kanë qenë le të themi të përbashkëta. Kanë kaluar 15 vjet, gjërat kanë ndryshuar, ndoshta nuk i kanë më marrëdhënie siç i kanë pasur përpara dhe pritet që deklaratat të pakta të zotit Basha pritet të kenë ndryshuar në raport me zotin Berisha. Mendoj qëndrimi procedurial në raport me veprën penale, ai do mbroj, domethënë jo do mbroj, po do mbaj qëndrimin e vet. Si do të ketë ndryshuar qëndrimi politik për sa i përket ngjarjes. Ti do thush se është ngjarje e rëndë.
të vërtetën se që e ke ushtru të kompetencë, apo se ke ushtru. Ku ke qenë? Sepse po të mos ta kesh ushtruar, i bi tjetë vepër tjetër. Pra, do më dhe ka i vepër. Hyn tek shpërdorimi i detyrës. Po të, në qoftë se ke ushtruar, dhe nuk e di se këtë kompetencë e ka ushtruar dikush tjetër, se tash është shpërdorimi i detyrës, se ti do të tregosh çka ka ndodhur, sepse garda doli e provuar që garda ka qohuar, grupi zjarrit ka qohuar ndaj protestuesve. Dhe po të kemi parasysh se çam çudit, domethënë që e kam diskutuar, është një diskutim që është. Pra, i njëjti ministër u shpëtua, sepse pse po e them çështën Durrës Kukës, se është më shumë si provë. Pra, i njëjti ministër u shpëtua për procedurë për çështën Durrës Kukës, i njëjti ministër nuk është pyet dhe ka një nen që nuk e ka ushtruar detyrën, dhe po të kemi parasysh retorikën politike në atë kohë gjatë nga Partia Demokratike ndaj prokurores përgjithshme, Ina Rama ka qenë një retorikë shumë e ashpër. Po të kemi parasysh. Pa e mbajmën deklaratat. Çuditërisht, sepse janë disa ngjarje që kanë ndodhur mas 21 janarit. Çuditërisht, në 2017, votat e Partisë Demokratike me Lul Bashën në krye e zgjedhën NKPA, që është qendra. KPA-ja është organi vetingut, apeli organi më i lartë. Tani, lind pyetja, si ka mundësi që këta kanë pasur një MOEF, ose më saktë një jo vlerësim profesional dhe publik dhe japin votën, dhe këtu lind ai dyshimi që ke bon nërë këtu, të dy çështjet, edhe zgjedh këtu. Tash, se unë dhe janë, po ti keni parasysh, thënë e ish kryeministit Berisha janë thënë fysin ndërtim prokurorës përgjithshme. Tash, si edhe votën ti. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe që duhet serohet nga hetimi. Po sa do ta ketë mundur SPAK që realisht të hetoj për 21 janarin, duke u ndalur pak tek mungesa e provave thelbësore dhe një nga më të rëndësishmet serveri i kryeministrisë? SPAK ka një vështirësi shumë madhe koha. Po të kemi parasysh edhe nga teoria e drejtës penale e drejtës procedurale penale, gjithmonë me kalimin e kohës provat zbehen. Ke dëshmitar që kanë qenë gjallë, se 15 vjetra shumë. Ka kalu Covid-i, ka ngjarje vdesin. Pra edhe njerëzit nuk i mbajnë mend detajet. Dhe si me të pyet, për shembull, të flasim me ku ke qenë 2010, 2011, nuk e mbaj mend. Jam dakord që kjo është një ngjarje e rëndë që ty të kalon bresa në kujtesën tënde, po me kalimin e kohës fillon dhe harrohet. Pra ky është sfumimi dhe prova është provueshmëria për një ngjarje para 15 vjetëve. SPAK është sot në një vështirësi të madhe për sa i përket kohës, pra ka kohën e ka armik në thojza shumë madh, sepse koha do ecë. Është kështu. SPAK-u me korrektësi po bën, është për mendimin tim është në kohë rekord që po ecën, sepse ka dhe çështje tjera. Mos gabojmë, ka çështje tjera, ka ngjarje, pra ka një plan pune. Jam dakord që çdo ngjarje ka rëndësinë e vet, janë çështje prioritare dhe çështja e 21 janarit janë çështjet prioritare, sepse janë. Po SPAK ka qenë i vetëdijshëm që ishte jo në favor të kohës. Edhe kishte një mungesë ndoshta për të patur prova thelbësore në dorë. Apo jo? Kjo s'do të thotë mos bëhen veprimet procedurale. Pra është thjesht për procedurë, po thoni si. Jo, veprimet do bëhen, se thash kemi një audiokaset. Do ballafaqohen njerëzit me audioregjistrimin, po. Po, audioregjistri se ka qenë kasete, në djenin time që është regjistruar në SPAK, do ballafaqohen me provat. Dhe janë persona që kanë qenë pjesëmarrës, mund të flasin në personë, s'mund të themi që hajde se shkatruar dosja, ashtu. Veprimet procedurale do bëhen që janë urdhëruar. Është e vërtetë që duhet ishin bërë para 15 vjetësh, sepse koha thash edhe një herë është një diçka, është një Po mund të sfumoj gjërat, ama nuk mund të sfumoj pamjet e arkivit të televizioneve, të cilat në shumicën e rasteve janë dëshmi e gjallë se çfarë ka ndodhur. Dhe ndoshta akuzat e zotit Berisha aso kohë të paktën që protestuesit ishin të armatosur me thika me hel, me çadra, pistolet, nëse ju kujtohet, a u vërtetuar ndonjëherë këto që protestuesit ishin të armatosur? Gjatë pyetjes, domethënë është plani pyetjes prokurorit, vihet ke bërë këtë deklarat, se varet se si e ngre plan e masave. Plan e pyetje, se do bëhen pyetje, ke thënë këtë deklarat politike tje. Pra se tash ka ndodhur disa ngjarje mas 21 janarit që tregojnë lidhjen me 21 janarin. Pra lidhen gjitha në zinxhir. Promovimi i Ina Ramës dhe disa personave tjerë që kanë qenë, domethënë, sepse kjo çështje po të kemi parasysh u quhet çështje mbyllur. E vendosi gjykata. Pra ka qenë viktima, familjarët e viktimës Alex Nika që nuk e kanë lënë këtë çështje që e kanë ndjekur. Dhe për disa persona në Shqipëri kjo çështje është diskutuar e mbyllur. Domethënë iku kjo punë. E zgjidhi gjykata, mos pranim me rekursi gjykate lart, gjykata kushtetuese dhe kaloi procesi. Dhe hapi kësaj duhet të verifikohet gjitha. Madje mund të theksoj është edhe
emaili Fondacionit Soros, po të keni parasysh që ka pasur rrjedhje në Wikileaks në 2015 ndodhën ato që 2-3 ditë pas ngjarjes fliste për ngjarjet që fliste dhëna për ngjarjen e 21 janarit. Po të keni parasysh George Sorosi i drejton një email Hillary Clinton për ngjarjen e 21 janar për djenin, pra për protestën, shumë edhe për ngjarjen. Që pjesëtarët e Fondacionit Soros, sepse ngjarja e 21 janarit po hetohet e plot, pra për gjitha duke fjedhuar nga organizimi deri në fund që ndodhi pasoja. Ndoshta mund të pyeten dhe pjesëtarët e Fondacionit Soros, çfarë djenie kanë pasur për ngjarjen tonë në Shqipëri. Pra është emaili nisur 2-3 ditë pas ngjarjes, datën 23 janar, dhe këto në 2015 po të keni parasysh që dolën emailet e Wikileaks, një nga emailet ishte edhe emaili Fondacionit Soros, domethënë. Duhet pyetur pjesëtarët e Fondacionit Soros, nga i dini ju këto dhëna që ka pasur hakte dhe dhune, nëse ka bërë një email, po ta keni parasysh që të mos zgjatemi shumë. Sa mund të ketë, le të themi, një lloj ndikimi nga ana e SPAK-ut për hetimet e reja, duke marrë parasysh dhe mënyrën se si veproi Strasburgu, se si e pati atë qëndrimin e vet, duke i konsideruar si trevrasje shtetërore. Do të ketë një ndikim të drejtë për drejtë? Tani që është vrasje që qytetarët 4 qytetarë janë vrarë nga organet e shtetit, kjo domethënë është e provuar dhe me hetim dhe tashmë nga Strasburgu. Ndikim ka dhe motivim që në zbardhjen, sepse tash të kemi parasysh. Çështja konkrete bëhet fjalë për vrasjen e Alex Nikës, pra që është vrarë Alex Nika. Kemi një person pa autor, po të kemi parasysh Hekuran Dedën, sepse predha të Hekuran Deda të një nga viktimat ka qenë tej shpuse, pra nuk kemi arritur të provohet, nuk është arritur të provohet, se kur është predha tej shpuse, është e vështirë të provohet dhe akush armë është qitur. Por kemi dhe rrezikimin dhe pikën N, po të keni parasysh është pika E, që do të thotë ka qenë e rrezikshme për jetën e shumë personave. Pra nuk është rrezikuar jeta, nuk është cënuar, pra që vdiqën vetëm 4 persona që u vrarë. Po me probabilitet. Por është rrezikuar jeta e shumë personave tjerë, se ke pasur të plagosur, ke pasur qytetarë, se ka qenë turma aty. Pra është rrezikuar dhe kjo është gërma E. Pra në këto drejtime është hetimi. Ndërkohë kemi dhe 2 vepra tjera që foli dhe gazetari, që bëhet fjalë për shpërdorimin e detyrës, që është regjistruar për vepër penale shpërdorimit të detyrës SPAK-ut, është regjistruar edhe një vepër penale tjetër, veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Këto vepra për hir të vërtetës janë parashkruar, se thash koha dhe me parashkrim kuptojnë që nuk mund ngrej akuzë prokuroria, po për mendimin tim është diçka shumë e mirë që thetohet, sepse kjo është një ngjarje e rëndë. Populli shqiptar duhet di, pavarësisht se nuk është ngrit akuzë penale, duhet di me prova dhe me fakte se çfarë ka ndodhur me 21 janar. Kush person ka shpërdoruar detyrë, nuk ka si të shpreh, sepse është parashkruar me parashkrim ne kuptojmë që s'mund ta çosh një person në varësi të hetimeve, në mënyrën se si do të me përjashtim të vrasjeve, se mos e diskutojmë vrasjet nuk janë parashkruar, se e diskutuam, po janë edhe 2 vepra tjera në fletire që rezultojnë të parashkruara konform linjës 66 të kodit penal. Pra këto janë të parashkruar sepse akuza e prokurorit ka një afat që mund ngrihet. Po kaloj ky afat, akuza ngrihet. Por të hetohet që të marrin vesh se çka ka ndodhur. Pra kush ka kel, sepse ke edhe njerëz që kanë shpërdoruar detyrën mund të promovu. Kush duhet të ishte thirrur tjetër në SPAK veç zotit Basha dhe Berisha? Duhet kemi parasysh, mendoj, do thritë edhe ish presidenti Bamir Topi. Ai ka bërë edhe një libër për këtë që ka shpjeguar. Jo se ka, domethënë ai ka dhënë në libër thotë që ka djeni për faktin. Çfarë bisedash pretendon për një takim me ish ministër e brendshëm Lulzim Basha? Dhe do deklaroj çfarë kanë folur në atë bisedë, si është diskutuar. Mendoj mund të thritet edhe ish prokurore e përgjithshme Ina Rama, që diskutojë edhe për këtë që pse s'është regjistruar çështja në prokurit përgjithshëm, sepse të kemi parasysh lidhje ka kompetenca, se i kthejnë dhe një shkurt. Kjo çështje duhet të ishte regjistruar në prokurit përgjithshme. Duhet hetohej që në fillim zyrtarët e lartë, duhet të ishte regjistruar në prokurit të Tiranës. Nga pikpamja formale, se në atë kohë hetimi i zyrtarëve të lartë ka qenë detyrë e prokurorit përgjithshëm, siç është SPAK-u sot. Pra, po të keni parasysh kompetencë SPAK-u, sepse ka qenë jurisdiksioni i përgjithshëm, ndryshimet kushtetuese sollën këtë. Do pyetet Ina Rama, pse se ke marrë përsipër çështjen, me cilë ke pas kontakt, do pyetet Bamir Topi, që është një zyrtar dhe një person tjetër që mund dalë nga biseda. Mund të pyetet Rama nisur nga akuza që pati bërë Berisha se ajo çfarë ndodhi, ky sulm i armatosur ndaj kryeministrisë ishte, le të themi, e organizuar prej tij? Tani, nga fletira që shikoj, varet nga hetimi që do bëhet. Nëse do bëhet hetim shterus, pra siç e ka bërë, domethënë
Ideja është nëse fillon çështja të hetohet nga nisja e procesit, pra nga nisja e protestës deri në fund, i bit thritet. Pra varet nga objekti hetimit. Se hetimi ka një objekt, pra do jetë vetëm me vrasje, po do merret edhe me protestën. Nëse do merret edhe me organizimin, si rregull i bit pyetjet. Pra dhe këto të fondacionit Soros që thash që kanë çuar email, se është diçka që janë vënë në lëvizje, pse them ka vlerë ky email. Ja vënë lëvizje sekretari amerikan i shtetit që është Hillary Clinton. Pra të shoh një informacion, pra ky informacion ka vlerë për hetimin. Pra janë gjëra që nëse hetimi do shmerret që nga fillimi, mendoj që do të rritet. Nëse është vetëm për vrasjet, për momentin e vrasjeve, momenti i vrasjeve është gjë tjetër. Po të hetohet siç është hetuar në fillim, mendoj se do të rritet. Në opinionet tuaja pak a shumë i dhatë përgjigje pyetjes që do shtroj tani në fund, por ndoshta pak më të përmbledhur. Nëse ju do ta kishit në dorë aktualisht këtë dosje të 21 janarit, çfarë do të bënit sa i takon hetimeve? Tani unë kam qenë prokurori çështës për rreth 20 ditë, sepse me urdhër të ish prokurorës përgjithshme Ila Rama, unë u hoqa, kalova me hetimin u zëvendësova, kalova me hetimin e protestuesve. Tani ka një etik midis kolegëve. Është edhe prokurori Shehu që ka në dorë, ka bindjen e vet po mbledh provat. Është çështje e vështirë, se ka kohën para, ka një kohë, pra janë veprime që duhet të ishin bërë para 15 vjetësh. Domethënë, kjo është në shpimin e prokurorit. Pra është dhe etikë që nuk mund ndryhy që të jap një mendim. Pra ai të mbledhi provat, është detyrë se është lënë detyrë nga gjykata e Strasburgut. Pra të mos jemi me që se s'do bëhet gjë. Ne të mbledhen provat nga një çmurje e plotë e provave, sepse po dolën provat te çdo dyshimi të arsyeshëm për fajësi, prokurori ngre akuzë. Po mos harrojmë që nuk është vetëm dorë të prokurorit, do kalojnë gjykat, pra duhet kemi provat plota për fajësinë. Se mirë ja vendosi prokurori, po ke gjykatën e apelit, gjykatën e lartë mund shkojë edhe në Strasburg, sepse është Strasburgu vetë. Prandaj është prokurori që do ta çmojë në rastin konkret që ka prova apo jo. Mendoj që është diçka e mirë që po mblidhen provat. Pavarësisht se është koha në disfavor, kjo s'do thotë mos bëhet detyra. Mendoj që po ecin mirë, kuptimi që po mbledhin provat. Faleminderit shumë zoti Karanja që ishit me ne. Faleminderit edhe ju për ftesën.